Mirdita, për hajr. Alo, për çka për hajr? Që po këtheni, po kënani Al Capone. Si e zotri? Rëmzire gjepi hajvali. Si e zotri, mirë? Mirë shumë. Hajde, ke ndonjë mendim për këtë temën që e kam sot? Për cilën nga këto parti ishe bom set, ose për cilën kishe negociu? Me fol, bo aki dikush i që hund, më falë shpreje. Me fol, qysh me fol? Tregona cilën nga këto kishe pas qef mi pa në koalicion? Unë e kisha pas qef. Hajde. E ke vetë vendosje PDK, VVV, LDK, VVAK, Nisma, PDK, LDK, AK, Nisma. PDK-n e kisha likvidu veç AK, Nisma. Edhe pse AK-ja nuk ban. Mirë, po në fakt, ne sot nuk e kemi ato në opcion. Ke mundësi, ke 4. PDK-n e ke gjithandej, nuk mundimi me është parti këgja e madhe, Katra janë veç unë sa jam DNI, edhe jam i garantum që 99.999% partia veç, qeveria veç është zjedhë me minoritete jashtë listës sërbe. Kush? Minoritetet e vogla. Po? Qashtë, është e publikume nga Glauk Konjufca. Mirë, faleminderit zotri. S'ka përse se këta krejët luftës ta piqojnë hund, këta që 20 vjetë na mëtën, na repën. Faleminderit shumë. Okej, pra ishte të nuk do mendim, po.